Si ta bëni make-upin e maturës nëse keni fustanin të verdh ose gold? Do përdorim këto ngjyrat këtu. Në sy kam vendosur një concealer dhe tani po marr një ngjyrë kafe dhe po i bëj set concealerit me të, duke sfumuar këtu afër vetullës dhe në cep të syrit. Këtë kafen do sfumoj shumë lehtë të poshtë vetullës me atë ngjyrë më të hapur. Me një furçë më të vogël dhe kafen më të errët rreth çerpikëve. Do marr një fluffy brush, do bashkoj këto dy ngjyrat bashkë dhe do i sfumoj shumë lehtë të dyja bashkë. Të ngjyrën kafe këtu do vendos dhe poshtë syrit duke lënë këtë pjesën në mes bosh. Do erësoj dhe pak me eyeshadow më të errët. Do marr këtë ngjyrën e verdhë dhe ta vendos këtu në mes që lash bosh. Në shimmerin e hapur në fillim të syrit. Me një furçë të tillë me kënd do marr të ngjyrën e errët, do bëj një eyeliner të vogël me të, që do e pastroj me shumë pak concealer. Çerpik falso në cep të syrit, po vendos përsëri rimelin. Buzët i dua pak më në kaf dhe këtë glossi në mes. Ky është shumë gloss i bukur. Ky është dhe looku i përfunduar. Më thoni në komente nëse ju pëlqen.